Në një shtëpi të djegur në Kosovë, çdo natë ndizej një dritë. Askush s'dinte kush. Fshatarët e shikonin nga larg dhe thoshin me frikë: ndoshta është ndonjë shpirt që se gjen qetësinë. Por një natë, një djalë e pa. Ishte vajza e asaj familjeje. Ajo që dikur kishte humbur prindëri gjatë luftës. Çdo mbrëmje vinte fshehurazi, në heshtje, me një qiri të vogël në dorë. Hynte në rënoja, e përkulur, dhe ndiste mbi një copë muri që ende qëndronte në këmbë. Një herë dikush e pyeti: pse e bën këtë, bi? Këtu s'ka më as shtëpi, as njerëz. Ajo uli syt, e mbajti qirin me kujdes dhe tha: shtëpia nuk është muret, është kujtimi që se lë të shuhet. Pastaj heshti pak dhe shtoi me zë të dridhur: këtu kam dëgjuar zërin e nënës, të qeshurën e babait, aromën e bukës. Në këtë vend janë fjalët që s'u than kur. Era frynte përmes dritareve të shkrumbuara, dhe flaka e qirit dridhej lehtë, sikur po i përgjigjej. Ajo e vështroi për disa sekonda, e pastaj tha me zë të ulët: sa kohë të ndizet kjo dritë, ata nuk janë harruar. Kur iku, drita mbeti aty, dhe netët në atë fshat nuk ishin më të errëta. Banorët filluan të vinin her pas here, të sillnin nga një qiri. Pak nga pak, shtëpia e djegur u mbush me dritë. Nuk kishte më as dritare, as kulm, por kishte dritë ngrohtë si kujtim. Dhe kur kalonte ndonjë udhëtar vonë, ndalej, shikonte drejt shtëpisë dhe pëshpëriste. Nuk është një shtëpi që digjet, është dashuria që ndriçon.